Të nderuar teleshikues, miqtë të Globit, mirëmbrëma dhe mirë se vini në emisionin Zonë e Debatit, që gjatë ju tani më e dini që realizohet drejt për së drejti nga studiot e TV Globi çdo të premte me fillim në orën 20. Në këtë emision, gjithsesi që ne trajtojmë situata të cilat janë aktuale, gjithsesi tema të cilat na rrethojnë çdo ditë nga skena politike. Për debatuar sonde në emisionin Zonë e Debatit kemi të ftuar zotin Besim Hoda. Unë do t'i them antar i OVL UÇK-s, organizate e cila mbron të drejtat e ish ushtarëve të UÇK-s, por njëkohësisht edhe njohës i mirë i rrethanave politike këtu në vendin tonë. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën, mirë se u gjetëm dhe përshëndes shikuesit e televizionit tuaj. Dhe gjithashtu thot një lavdat për televizionin tuaj, e ndjekim gjithmonë dhe uroj për tendencat që keni për një panshmëri politike, uroj që të vazhdoni kështu, edhe pse e dim që janë kohra shumë të vështira për ta bërë një gjë të tillë, mirëpo jeni të bindur që fundit ta keni faqe bardhë, ose vazhdoni këtë mënyrë. Ashtu, ju falënderit fillimisht për uratat që na i bëni dhe ne shpresojmë që të vazhdojmë kështu, edhe pse ju e thatë që është shumë vështirë, me thënë edhe ne ballafaqohemi me vështirësi të ndryshme, mirëpo sidoqoftë besojmë që në fund do të jemi të gjithë faqe bardhë. Zoti Besim, ku jeni konkretisht? Çfarë bën Besimi në këtë moment? E them këtë çfarë bën Besimi. Ne realisht të gjithë jemi këtu diku dhe merremi me diçka për të siguruar bukën e gojës. Mirëpo juve vazhdimisht, tani unë do them 10 vitet e fundit, ndoshta edhe më herët, në opinion jeni s'jeni, dilni me deklarata, pastaj nuk jeni, ose njëherë mbroni vetëm pjesën në të cilën jeni edhe antari kryesisë, gjithsesi udhëheqës, përfaqësuesi i OVL UÇK-s, dhe mbroni vetëm të drejtat e tjera atë sa mundeni. Pastaj u kemi në politik indirekt, kështu kritikoni me deklarata. Pastaj ka paralajmërime se Besimin do e gjejmë, unë do të shtroj një sër pyetjesh, pastaj ju do të përgjigjeni. Besimin do ta kemi në politikë së shpejti, do të kyçet në këtë parti ose në atë parti, pastaj opinioni merret me atë se Besimi së shpejti do të dalë me parti vetanake. Në këtë kontekst, ku është Besim Hoda? Keni aversion për politikës ose ç'është puna? Pse s'jeni në politikë thjesht tani? Unë do të përmend një fjalë të profesorit Sastavilesit, për cilën padyshim kam ndoshta respektin më të madh për një intelektual. Nuk do të them edhe politikan, edhe pse është marrë më herët me politikë. E kam njohur personalisht, do të thosh. Siç kanë shumica e shqiptarëve, domethënë mendim të lartë për zotin Stavilecin. Thoshte një fjalë shumë të madhe, që realisht është vetëm fjalë utopike, që sa herë që më ofrojnë, e kam pyetur edhe unë, pse profesor nuk ju shohim dikund në një subjekt politik, thotë ne jemi shumë larg nga profesori që ka pas nivel akademik, dhe njohës i jashtëzakonshëm i rrethanave, jo vetëm në hapësira shqiptare, po dhe më gjerë. Thoshte që sa herë që më flas, që më thrasin për të hyrë në politikë për të kyç, thotë kërkojnë që të bëhen pjesë e partisë së tyre. Asnjëherë nuk thrasin që të hyjnë dhe të punojnë për shqiptarët. Pra një arsye e tillë, e them edhe unë, thotë gjithmonë fatkeqësisht çdo ofertë që është bërë politike do të nisim unë deri në kohën e luftës, absolutisht kam pas një averzion të jashtëzakonshëm ndaj politikës, me një bindje dhe me një ëndër të tillë që vetëm një luftë e armatosur do të ul palët në tavolinë dhe do të zgjidh një herë për gjithmonë situatën e shqiptarëve në Maqedoni. E keni pas parasysh zoti Hoda se pas një konflikti përsëri politika do duhet dalë në skenë? Absolutisht po. Mirë po asnjëherë nuk kam menduar që lufta e shqiptarëve në Maqedoni do të mund të përfundojë në formë tillë siç përfundoi, fatkeqësisht, që ne brenda 6 muajsh bëm, të them kështu, është ndoshta një fjalë jo bashkëpërshtatshme, ekzibicione politike. Thot në 5 deklaratat e para, komunikatat e para të UÇK-s dhe erdhi pastaj komunikata numër 6, e cila ishte total një deklarat politike. Absolutisht unë atëherë, edhe pse ju e dini sigurisht që të kthehemi pak më herët, e dini që edhe zoti Ali Ahmeti si përfaqësuesi UÇK-s, përfaqësues politik i UÇK-s, ka deklaruar që një pjesë të ushtrisë nuk e kam nën kontroll. Pikërisht ka qenë ajo pjesa e jonë që kemi vepruar në pjesën e anës, pikërisht, nuk kemi pajtuar absolutisht sepse ne në kohën që doli deklarata numër 6, shpesh numëroheshin mbi 80 dëshmorë.
ne patëm një betim konkret që nuk do të ndalin luftën derisa nuk realizohet një barazie plot reale e shqiptarëve dhe maqedonësve në këtë shtet. Ju e dini që edhe lufta kur filloi kishte tendenca që subjektet tjera politike që ishin ata të cilët e sollën popullin në këtë hendek politik dhe realisht po këto subjekte pastaj ulën edhe pa prezencën e UÇK-s e arritën marrëveshjen e Ohrit. Marrëveshje e cila në fillim sadopak ju e dini që tendenca dhe ndikimi politik i UÇK-s në vitet 2002-2006 i dha rezultatet e tyre, pa absolutisht nuk e dhanë politikanët të cilët u veshën nga petku i UÇK-s në petkun e politikës. Unë ju them drejt, atëherë kam pas ofertë konkrete politike për të qenë përfaqësuar politikisht për të qenë deputet i Parlamentit të Maqedonisë, nuk e kam pranuar duke u nisur nga idealizmi i asaj që kisha unë për vete dhe mendoja që do të bëj dëm nga karakteri im super direkt i komunikimit të asaj që mendoj për ta thënë. Mirë po ndoshta tani po të kthehemi në retrospektiv, them këtu mund të shohim dy gjëra. O do të jeni eliminuar gjatë asaj kohe, duke thënë të vërtetën, ose kam bërë ndoshta gabim. Ju mendoni se nuk do të kishin ndryshuar? Absolutisht. Nuk do të kishte ndryshuar juve politika? Absolutisht, nuk besoj që askënd të ndryshon politika, përveç që politika zbulon realitetet e njerëzve të cilët fshehen ose kanë maska tjetër për të arritur për qëllime politike. Dhe absolutisht për shkak se njerëzit krijohen dhe rriten. Ju e dini keni edhe prind tuaj që kush e di sa të mundohesh të ndrosh veset e një njeriu është shumë problematik për të ndruar. Tot ajo mbaron me moshën e mitur dhe moshën e pjekurisë, dhe punët tjera pastaj janë vetëm tendenca të fshehurit të gjërave dhe jo të ndryshimit të gjërave. Ju thatë atëherë kishi përkrahje, kishi miq të cilët nuk pajtoheshin me, kushtimisht do ta them me deklaratën numër 6 që thatë ju, dhe kishin një grup të mirë të shokëve të cilët nuk pajtoheshin ashtu. Dhe ju pasi që nuk mundët t'i bindini ata të cilët udhëhiqin në atë kohë UÇK-n, në skemë politike a nuk i kishit të njëjtët shokë që të krijoni një subjekt tjetër politik? Ose nuk kishi plane thjesht për në politik, dhe sa i keni ato miq ende? Shifni, atëherë ne nuk pajtoheshim, ju thash, edhe mbas mbarimit luftës, presioni i asaj që ne lejuam nuk është vetëm një pajtim deklarativ. Thot presioni që ne bëm në vazhdimsi, dhe deklaratat që ishin mbas asaj, ne nuk pranuam as pilot planin. Nuk ju kujtohet juve, ne nuk lejoheshim që policia të futet, pavarësisht se përfaqësuesi politik i UÇK-s nënshkroi marrëveshjen, ne atë nuk lejonin të futet policia dhe shumë herë kemi qenë të kritikuar drejt nga zoti Ali Ahmeti që të mbajmë përgjegjësi. Për këtë dhe ne e merrshim përsipër përgjegjësinë për të mbajtur, duke e ditur, duke parë që lojrat politike të dy subjekteve tjera politike që ishin PDSH dhe PPD, të cilët në fakt atëherë pranuan të jenë në një këshill koordinues, në terren ndodhte e kundërta. Në terren ne vazhdimisht edhe unë edhe shokët e mi edhe gjithë një pjesëtar të UÇK-s që ishin me relevancë reale, disa komandant, të cilët fatkesisht një pjesë e madhe e tyre ishin edhe të pa shkolluar, jo të ngritur në aspektin intelektual, u munduan që autoritetin që shfrytzuan gjatë luftës, këta parti politike, të cilët tentonin dhe në deklaratët publike deklaronin se do të krijohet një këshill koordinues, në fakt në terren shkonin individualisht për të marrë komandant ose person autoritativ për t'i kyçur në subjektet e tyre politike dhe ishte një hile reale që e bënin edhe ndaj përfaqësuesve politik të UÇK-s. Për këtë thash unë, u kanë mbetur gati të njëjtët miq ose janë integruar në parti ndryshme politike? Unë ju garantoj që miqtë tanë me ata të cilët vërtet kemi qenë bashkë gjatë luftës kanë ngelur. Është një pjesë e miqve me të cilën ne kemi qenë bashkë. Kemi realizuar përveç pjesën e luftës, atëherë kemi realizuar edhe ndoshta projektin më të madh real që them për herë të parë në studion tuaj, është Universiteti i Tetovës, universiteti i cili në fakt pavarësisht se BDI-ja ose zoti Ali Ahmeti proklamon publikisht. Tani po të flasim për universitetin, na duhet një emision i tërë. Jo, do të them vetëm këtë, që Universiteti i Tetovës nuk ka qenë projekt i BDI-s në vitin 2002, dhe Universiteti i Tetovës, nëse e mbani mend, ne kemi qenë të instaluar në Universitetin e Tetovës një grupi pjesëtare pikërisht i asaj pjese që zoti Ali Ahmeti thoshte nuk i kam nën kontroll, duke e parë që dështoi vlera kapitale
e luftës së 2001, në përkëmb, ne vendosëm që të realizojmë atë që mbeti, Universitetin e Tetovës, dhe u vendosëm, u instaluam atje një pjesë e madhe ushtarëve të TSHK-s, sigurisht me kërkesë të profesorit të ndjer, profesor Fadil Sulejmanit, për ta mbrojtur tempullin e dijes, duke menduar që themelimi i Universitetit të Tetovës do të realizojë atë që nuk e realizuar me luftën e 2001. Dhe deri në vitin 2004 ne kemi pas një luftë permanente interne. Do t'ju keni edhe profesor Rufiun edhe shumë profesor tjerë që e dinë këtë realitet, e kemi heshtur për hir të asaj që e kemi pas obligim dhe detyrim moral dhe absolutisht jo mburje, siç po bëjnë disa fatkeqësisht, dhe ka pas një kërcënim real ndaj zotit Ali Ahmeti, o do të bëhet UT-ja, Universiteti i Tetovës, o do të shkatrohet BDI-ja. Dhe fatmirësisht, thotë unë e kam shkruar një në Facebook, së dhe e keni parë, po citoj vetëm një fjalë të zotit Ali Ahmeti, kemi pas një takim në 28 mars të vitit 2004 në Shipkovic, nga ora 11:30 e natës deri ora 4:30 e mëngjesit, ku definitivisht të zoti Ali Ahmeti ka pranuar që të i roket, të t'i qaset kësaj çështje, dhe po e them me një fjali që e kam shkruar, se po e citoj drejt për drejt. Në rregull, unë po i qasem kësaj çështje, po pranoj që të bisedoj me zotin Cervenkovski, po kujdes mos më dizni mua se po u dogja unë do t'i gjimi gjithë. Edhe pse as atëherë ka kërkuar mbështetje vazhdimisht. Absolutisht, jo, mbështetjen e ka pas gjithmonë, po gjithmonë në drejtim të jo të bërjes politik për të themelimit të Universitetit të Tetovës. Dhe ne atëherë vlerësuam që është një arritur jashtëzakonisht shumë e madhe, kjo, për shkak se insistimi jon ishte që pranohen edhe diplomat e dytë atyre studentëve që ishin deri atëherë, po, që fatmirësisht u realizua. Unë atëherë ka qenë antari delegacionit të grupit të universitetit dhe pastaj u krijoi një grup tjetër që ishte i subjektit politik konkretisht. Dhe atëherë kishim problem me Shkodran, nëse e mbani mend, Shkodran Idrizi ishte një i kërkuar, do të thënë nga policia, dhe emri i tij ishte në listë realisht vetëm për hir të asaj që të neutralizohet, në atëherë emëruam sekretari i Unionit të Studentëve. Dhe fatkeqësisht nuk u realizua asnjë ëndër rajona, ëndër e cila për ne, ashtu siç mendonin ne, që të krijohet një tempull i dijes, nga ku deputetët e ardhshëm do të marrin mësim, do të marrin material, instruksione, pikërisht material për të mbrojtur interesin e çështjes kombëtare shqiptare në Maqedoni, ashtu siç ndodhi në Universitetin e Prishtinës. Ju e dini që themelimi i Universitetit të Prishtinës çoi në demonstratat e vitit 81 dhe përfundimisht solli deri në lirinë e shkrimin e shtetit të ri të Kosovës. Atëherë në atë kohë ju e dini që rektori i Universitetit të Prishtinës ishte në ballë të demonstratave. Fatkeqësisht sot rektorët e Universitetit të Tetovës, duke u nisur që nga themelimi i këndej, janë në ballë të subjekteve politike. Absolutisht janë në ballë të mbrojtjes së interesit shqiptar, dhe fatkeqësisht them gjithmonë me fajin e subjekteve politike, po ngulfat edhe ky tempull i dijes si e vetmja shpresë e jone që ishte dhe mbas lufte për të realizuar të drejtën e shqiptarëve ose barazin mes popullit maqedoni. Ju zoti Honda vazhdimisht, domethënë e keni kushtimisht do ta them, e keni luftuar të keqen ose të padrejtën, vazhdimisht keni luftuar që të arrihet diçka më shumë për shqiptarët. Edhe atë gjithmonë në mënyrë indirekte. A keni pasur, pasi që ja, thoni me Bashkimin Demokratik për Integrim, keni pas takime, keni pas mënyrë indirekte dhe ju kanë dështuar. Jo që keni pas. Unë kam qenë antar i kryesisë degës së Bashkimit Demokratik për Integrim. Dhe kam qenë i deleguar drejt për drejt në ditën e themelimit degës Gostivarit, i lutur drejt për drejt nga zoti Ali Ahmeti. Me deklarim, po e them sepse kur jam tërheq publikisht para 700 personave, e kam thënë Pallat Kulturës, ku përveç zotit Ali Ahmeti kanë qenë të gjithë tjerët, dhe zoti Ali Ahmeti nuk ka qenë për shkak se 2 ditë para i kam thënë që do t'i them të gjithë gjërat në mënyrë publike dhe nuk ka ardhur, sigurisht, ndoshta është gabimi im që e kam treguar para, pikërisht. Dhe e kam thënë këtë, ne kur jemi qas BDI-s dhe kemi pranuar të jemi, për shembull nuk kam pranuar të jem deputet i BDI-s dhe kam pranuar të jem antar i kryesisë degës, është një nënçmim realisht, por gjithë kjo ka qenë për të dëshmuar se nuk po ikim përgjithësive, përkundrazi. Ne jemi aty në qoftë se realizohet ajo për cilën kemi luftuar. Dhe kërkesa kryesore e asaj që ne nuk kemi vazhduar të jemi pjesë, ka qenë mos realizimi i ligjit për familjet e dëshmorëve invalid të luftës. Ka qenë deklarata e parë e zotit Ali Ahmeti që ne do të jemi shembull se si
duhet të respektohen dëshmorët, familjet e dëshmorëve, invalidët e luftës dhe e them po e citoj kështu, ka qenë që do të hanë me lupë për Floriri. Dhe sot ju e dini se cila është gjendja reale e familjes dëshmorëve dhe thoni ju që si mund një ushtar, një shok lufte i njerëzve të cilët unë në duart e mia kanë dhënë jetë 8 ushtarë të UÇK-s, që unë kam luftuar për t'u kthyer jetën. Më thoni ju si do të kisha pranuar unë që me gjakun e tyre sot të bëj pasuri ose të bëj politikë. Kam pranuar disa njerëz edhe kam pranuar edhe Fatkeqësisht kam pranuar, uroj që unë kisha intencën, domethënë atë se e pastaj ju nuk keni ndejur duar kryq, ju keni vazhduar. Jeni munduar edhe me parti tjera të veni kontakt, të jepni instruksione për veprim, si qëndron situata sot. Aktualisht ju është vërtet që ne kemi pas takime me gati me gjithë përfaqësuesit ose të gjithë kryetarët e partive dhe të përveç zotit Mendu Thaçi, të cilën absolutisht asnjëherë nuk kemi pranuar takim me të. Jo që s'ka kërkuar disa herë, po s'kemi pranuar për shkak të deklarimit të tij publik në vitin 2001 dhe ofendimit që ka bërë ndaj UÇK-s. Unë absolutisht nuk do kisha qenë, nuk kisha bërë vërejtje nëse deklarimet, sharjet apo akuzat do drejtoheshin Ali Ahmetit me emër, Fazli Veliu, Musa Xhaferi, dikujt tjetër, po absolutisht jo UÇK-s. Askush nuk e ka të drejtën, fatkeqësisht deklarimet të tilla kemi hasur herën e fundit, nga disa subjekte të reja që thonë që të hyjmë politikë dhe të largojmë çlirimtarët. Është e turpshme për gjithë ata individ, të cilët mundohen që nëpërmjet emrit çlirimtar të identifikojnë zotin Ali Ahmeti. Absolutisht jo. Për shkak se asnjë nga ushtarët e UÇK-s, po them tani, pavarësisht është pjesë e BDI-s, PDSH-s, asnjë nga dëshmorët, të cilët janë edhe nga Kosova dhe nga Shqipëria, nuk e ka paramenduar dhe nuk do kishte pranuar që të luftoj për një parti politike. Dhe vërtet është shumë e turpshme dhe unë besoj që në të ardhmen të ketë një kujdes të veçantë nga gjithë ata që pretendojnë merren me politikë në artikulimin e mendimit politik kur është në pyetje UÇK-ja. Për shkak se asnjëherë zoti Ali Ahmeti nuk mund të përfaqësojë UÇK-n. Ka përfaqësuar atëherë dhe në momentin që ai ka bërë me nder atë, ne kemi qenë bashkë me të. Në momentin që ai ka devijuar dhe ka shkelur mbi vlerat e UÇK-s, ne nuk jemi me të. Dhe besoj që nuk janë të gjithë ata luftarë të mirëfill, gjithë ata që në luftë janë kishur për të mbrojtur idealin 100 vjeçar ose mijëra vjeçar shqiptarëve. Zoti Honda, ajo pjesë, domethënë, është që i përket të kaluarës dhe ne tani duhet që bashkërisht ta ruajmë si vlerë, jo ta nënçmojmë, mirë po gjithmonë duke shikuar përpara, ta kultivojmë gjithsesi. Tani duhet të merremi me të ardhmen. Ju keni pasur me siguri takime me partitë të cilat aktualisht funksionojnë në Republikën e Maqedonisë, ja unë do t'u them partitë të vogla, jashtë parlamentare, jo të vogla. Si qëndron puna dhe bashkëpunimi juaj me këto? A mund të presim nesër që zoti Honda tjetë dikundi, që thatë ju edhe në fillim e tha që tani duhet të kyçin në partinë e tire, jo t'jeni... Si qëndron këtu puna? Pikrisht, unë them që gjithmonë flas pa doreza në deklarimet publike, ne është menduar shumë shpesh që të krijohet një strukturë e re politike, e cila nuk do të ketë tendencë zgjedhjet brenda 5 ose 6 vjetëve të ardhshme, po do të bëjë një ngjeshje reale dhe krijimit të një ideologjie politike për të nxjerrur nga kjo çështje. Në këtë formë deklarojnë edhe ato të besës. Nuk i kemi qëllim këto zgjedhje, po i kemi shumë përgjithësi. Unë nuk nisem nga unë respektoj edhe besën edhe sjelljen, kemi pasur disa takime me të, them mendimin tonë. Dhe gjithmonë, thotë, kur kemi menduar për të krijuar çdo tillë, kanë lindur subjekte të reja politike, ad hoc, të cilat janë subjekte të dalura ose individ të dalur nga subjekti, nga pakënaqësia dhe absolutisht është për të përshëndetur çdo largim, çdo kuptim i gabimit të veprimit politik ose mos mundësia e realizimit të ideve të tilla. Për shkak se u them, edhe ne kemi qenë bashkë gjatë luftës, por nuk do të thotë që ne kemi luftuar për Ali Ahmetin. Jo rastësisht ne formuam OVL-n, e cila na ka kushtuar jashtëzakonisht shumë. Unë shumë shpesh them që ku është dallimi, thon mes jush si OVL ose SHVL-s ose BDI-s. Dallimi është shumë i thjeshtë. Se këta njerëz që kontribuojnë jashtëzakonisht për çështjen kombëtare deri në atë kohë,
prej 2001 dhe këndej kanë filluar të mbushin xhepat me atë ideal dhe me atë punë që kanë bërë, duke e shitur çështjen kombëtare. Dhe pjesa e asaj që kemi mbetur ne duke kultivuar në OVL një gotë të gjakut pas të dëshmorëve, është që vazhdojmë të japim nga xhepat tonë, nga koha jonë, duke ndarë nga fëmijët tanë dhe duke përjetuar edhe kërcënime të vazhdueshme për likuidim personal, familjar. Keni pas kërcënime të ndryshme po? Pengesa në biznis, thotë mua ma kanë mbyllur banatorët, ka një kohë mua s'merren fare me të, sepse e kam ditur, nuk janë gjëra që të papritur. Thotë është një lojë para përgatitur nga ta, por njeriu kur do dhe kur vendosen për të rezistuar, absolutisht jam i bindur që reziston dhe çdo tendencë e pengesës jashton ende më shumë vullnetin për të vepruar. Sa i përket subjekteve të reja politike, vërtet kam uruar që ju dini që edhe në misionin tuaj, besoj para një viti kam qenë këtu, dhe brenda kësaj kohe jemi takuar me këta subjekte politike, kemi tentuar që gjendet një gjuhë e përbashkër, duke ofruar edhe OVL-n. Keni luajtur rolin e ndërmjetësuesit? Absolutisht. Jam takuar edhe me Lëvizjen Besa dhe me Zjadin Selën disa herë, cilën e njoh edhe nga studimet dhe respektoj shumë. E kam çmuar shumë veprimin që bëri. Bile Zjadin Sela disa herë ka kërkuar takim ku ka qenë PDSH, kam thënë që një herë është mirë të hiqesh nga djalli. E pastaj ne takohemi dhe në momentin që Zjadin Sela është tërhekur, thotë unë kam shkuar deri në Strug dhe e kam uruar për këtë. Do thonë që uroj dhe kërkoj qëntarëve të bashkëpunojmë për shkak se e kam thënë drejt për drejt. Ne studentët që kemi mbaruar në Shqipëri, për shkak se Zjadin Sela ka mbaruar në Shqipëri dhe kemi qenë atëherë të kundër 620 studentë që kemi mbaruar në vitin 2000, thotë ja kemi edhe një herë më shumë burç kombit, për shkak se edhe bukën që e sigurojmë sot, si mjek, si farmacist unë dhe shumë tjerë, thotë e kemi fituar nga kombi, thotë nga Shqipëria, pas një investim personal. Thotë dhe ka qenë ofertë e hapur dhe vazhdon të jetë ofertë e hapur, edhe për Zjadin Selën, edhe për Besën. Tendenca jonë ka qenë që të bashkohen këta struktura dhe unë kam thënë, unë do jemi fundit në gjithë të bashkim. Unë dhe gjithë shokët e mi, duke u vënë në shërbim të delegitimimit politik të strukturave të dalja nga lufta, sepse askush nuk ka më shumë mundësi për t'i goditur, ose për t'u thënë të vërtetën, jo për t'i goditur. Këta struktura cilët thirrën emën të luftës, të gjakut dëshmorëve, dhe shifni se ku kanë sjellur gjakun e dëshmorëve, luftën dhe idealin e shqiptarëve. Janë shumë gjëra të pathëna, realisht ne jemi gjendje t'i themi, por sigurisht do t'i themi vetëm në momentin kur do të fitoj kombi dhe jo kur disa individ do të ngrihen për ta rigjetur veten në politikë. Duke marrë parasysh këtë që thoni se i thoni sendet të cilat deri tani nuk janë thënë ose e zbuloni të vërtetën, gjithsesi të thoni se ka edhe shumë sende për t'u thënë që nuk janë thënë. Jeni në gjendje njëri rrezikuar ose a keni pasur kërcënime për sa i përket? Sa pasi që ne gjithë e dimë se si kanë mbaruar të gjithë ata të cilët kanë kundërshtuar, domethënë një lloj politike të kësaj natyre që është udhëhequr. Absolutisht, në vazhdimsi, veçanërisht deri në vitin 2012, në vazhdimsi ka pas 2 herë tendencë për atentat personal, që vetëm Zoti ka dash të jem gjallë. Mirë po, unë kam përcjellur njerëzve të cilët e kanë bërë këtë, thotë pse arsye kemi arritur të njohim ata njerëz, dhe sigurisht ka qenë shumë e dhimbshme për shkak se kanë qenë njerëz të involvuar ose të keq informuar ose njerëz të cilët thjesht kanë qenë u është imponuar një gjë e tillë, sigurisht për shpërblime materiale ose diçka tjetër. Domethënë zoti Hoda, do ta përmbyllim këtë pjesë të bisedës edhe me një pyetje. Domethënë ju nuk keni aversion ndaj politikës, domethënë kjo nuk kupton që në të ardhmen ne mund që zotin Hoda ta shohim të inkuadruar në politikë, a mund të ndodhë kjo? Shifni, absolutisht në koha ka punuar në drejtim që ne të kuptojmë diçka. Unë them në vitin 2001 kemi qenë idealist të përbetuar. E mbaj mend atëherë, thotë një herë ka qenë tendenca e emërimit, nëse ju kujtohet, emërimi i ministrit parë transportit dhe lidhjeve, që ka qenë Abdulalim Kasami, sot i ndjeri Abdulalim Kasami, dhe ka qenë një grup i ushtarëve të shkëlqyer, kam bërë pjesë edhe unë, që ishim të informuar ose të keq informuar, ndoshta nuk dihet tani, sepse tani e kemi parë gjithë atë lojën që ishte krijuar atëherë, që ne nuk ishim gjendje ta kuptonim realisht. Jo se nuk e mendonin që mund të jetë, po thjesht nuk mundshim të besojmë që
mund të ketë intriga të tilla të thella, sa që të luhet me gjakun e dëshmorëve, njerëzve të rënë, të luhet me një ideal të kultivuar, të luhet me një kapital të jashtëzakonshëm të gjithë margatës, popullit shqiptar në Maqedoni, Kosovë, në Shqipëri, dhe gjithë kjo të krijohet në një lojë. Kujtohet atëherë ka pasur deklarim, ne kemi qenë në ishin ditët e Naimit, të kanë qenë veshur me kollare, dhe jam ndjer shumë i ofenduar kur disa kanë menduar që unë do të emërohem ministër. Thjesht shumë i ofenduar, të ndjer vetëm të ofenduar të jem ministër i shtetit të Maqedonisë, realisht, jo për diçka, por nuk e pashë nuk u realizua ideali i asaj. Dal nga dal, thotë, ne kuptojmë që nëse lufta bëhet me dhunë ose me pushk, politika bëhet me trum, me mendje. Dhe sigurisht që nëse do të kish një klimë të mirë politike, ju them tani nëse subjektet politike konkretisht Besa, RDK dhe zoti Sela konkretisht do të bashkoheshin, sigurisht ne do të kishim dhënë një ndihmë, pavarësisht direkte apo indirekte, në luftën e përbashkët, gjithmonë jo me qëllimin e asaj që të eliminohen ose të hiqen nga skena politike BDI dhe PDSH, por thjesht për të krijuar një strategji e cila jo që do të ketoj se kush është fajtori, por do të nxjerrë shqiptarët definitivisht nga kjo situatë dhe nga terr politik, ekonomik ku janë futur. E keni besimin te këto udhëheqës se mund të bëjnë një nxjerrje të shqiptarëve nga kjo situatë? Në qoftë se ata nuk bashkohen dhe mendoni se nuk do të bëjnë këto të njëjta drejtina që i kanë bërë politikanët tjerë? Janë dy arsye që më lënë të dishojnë këtë drejtim. E para është që uroj që unë ta kem gabim, e para është që ata të bashkohen. Dhe kemi deri tani ne kemi pasur disa takime dhe kemi kërkuar bashkime. Çdo njëra e gjen vërejtjen e asaj. Unë gjithmonë kam thënë, te i kalon një vetën, ne po e bëjmë. Sot ka një luftë që kush ka dalë para, kush ka dalë dyta, kush. Po s'është më rëndësi pastaj ajo. Pikërisht kjo luftë që uroj që të jetë vetëm një inat personal që duhet të kaloj shumë shpejt dhe thot pavarësisht asaj të kyçen bashkarisht në zgjedhje, po jo të kyçen vetëm për hatër, ashtu siç po shifet me gjuajtje që po bëjnë ndaj njëra tjetrës, po thjesht të kyçen si një ekip i përbashkët. Unë disa herë kam thënë, unë do kisha pranuar të jem pjesë e kësaj strukture bashkë me gjithë shokët e mi, dhe janë dy vërejtje të kryesore për çka nuk e bëjmë. Është vërejtja e parë, nëse bashkimi që bëhet mos jetë vetëm formal, por të jetë një bashkim ashtu siç ata ushtrit mesjetare që kanë qenë përpara, duke e ditur që në anën bashkimi sinqert. Pikërisht, në anën tonë arma kryesore është vetëm sinqeriteti. Dhe asnjë armë tjetër nuk e kemi më të fuqishme sa pala tjetër. Dhe ne të dimë se sa mund të kemi shqyrtar, sa mund të kemi kalorës, sa mund të kemi këmsor, jo të ecim në një vijë dhe të shohim mbrapa shpinës se kush nga ne do të ngurë fika njëri tjetrit, siç ka ndodhur fatkeqësisht me BDI-n, siç ka ndodhur me PDSH ndërmjet, dhe prandaj nuk mund të ecim për shkak se ka hile të tilla. E dyta, do falni, është ajo, tendenca e reformimit të këtyre strukturave me individ të cilët kanë qenë bartës të funksioneve të rëndësishme gjatë politik bërjes, gjatë kaluarës së tyre, në strukturat politike që kanë bërë pjesë. Konkretisht, unë nuk jam nga ata që i fshej emrat, për shembull në partinë LRPDSH, siç e thonë, është absolutisht një person me cilin asnjëherë në jetë nuk do isha ulur në tavolinë, Refet Elmazi, ishte zëvendës ministër i punëve të brendshme, i cili mbi shpinën e tij, duam apo s'duam, me fajin apo jo fajin e tij, e mbartë rastin e Brodhecit, ku janë vrarë 4 shokë të mi të luftës, dhe 2 qytetarë shqiptarë, 6 realisht, dhe sot e kësaj dite vuajnë dënimin 13 qytetarë të pafajshëm. Besoj se s'bëhet fjalë vetëm për një individ që ju tani e përmendi, po. Tani unë përmendi figura konkrete që kanë qenë, dhe i takon sigurisht zotit Refet Elmazi dalë dhe të deklarohet për këtë, dhe të tregojë është apo nuk është i fajshëm. Ka qenë i detyruar, nga kush ka qenë i detyruar, dhe konkretisht nga kusht, dhe absolutisht jo në formë tillë. Dhe e dyta është unë po habitem se si këta individ që kanë marrë pjesë në subjekte politike, në aktin e parë të themelimit të partive të reja, ose të ideve të reja politike, nuk dalin dhe njerë të kërkojnë falje, se nuk është e turshme të kërkosh falje. Unë, kur jam tërhek nga BDI-a, edhe pse kam qenë ndoshta bashkë me gjithë shokët, opozitari më i fuqishëm në vitin 2001, 2, 3, 4 i BDI, se gjithë atëherë edhe PDSH dhe PPD që ishin,
thot ditën shanin dhe natën rishin të zoti Aliameti Shipkovic. Thot pavarësisht asaj, kam kërkuar 20 minuta falje publike para gjithë njerëzve, dhe jo rastësisht kam zgjedhur thot një tubim politik në negocim. Aty unë ka njohur dhe kam kërkuar falje publike të gjithë atyre, edhe pse s'u kisha thënë kur njerë voton një BDI, pavarësisht se isha, që duke më parë mua, dhe duke besuar shumë kam qenë më uniform, kam votuar thjesht për BDI, kam kërkuar falje publike. Nuk është asnjë të keqe s'ka që të kërkojë njeriu. Vetëm Zoti është i pagabueshëm. Njerëzit gabojnë, ai që punon edhe gabon. Dhe besoj që edhe para Zotit, po edhe para njerëzve, sinqertë, falja është virtyt. Ashtu. Dhe nëse ne nuk pendohemi dhe nuk kërkojmë falje për pozicionin ton që kemi mbajtur, me gabime të vogla ose pa gabime, ose nuk e arsjetojmë se pse deri dje kemi qenë bashkë me Dreqin, ose kemi qenë pjesë e strukturave politike, nuk besoj që mund të ecim shumë shëndosh përpara. Para se të kalojmë në pauzë të shkurtër marketingu, dua shkurtën përgjigjeni, a besoni se do të mund të bashkohen këto subjekte që ju përmendët? Pasi keni qenë në kontakt dhe besoj se... Ne jemi munduar që unë them, do të vazhdojmë, mundojmë. Unë besoj që këta deklaratat e mia të jenë jo me tendencë të kuptohen, me tendencë të një aversioni ndaj tyre, po përkundrazi, të një dëshire të jashtëzakonshme të madhe që shqiptarët e Maqedonisë, të cilët jashtëzakonisht shumë e meritojnë. Unë, pavarësisht që shumica e politikanëve thonë që ne të tillë kemi popullin dhe e meriton ky popull, unë absolutisht nuk mbaj këtë qendrim. Unë them që realisht nga shqiptarët e Shqipërisë, Kosovës, Maqedonisë, unë nuk i ndaj absolutisht, të sigurisht që kontribut më të madh për çështje kombëtare ka dhënë shqiptarët e Maqedonisë, si gjatë luftës së Kosovës, si gjatë luftës së Maqedonisë, dhe ju e dini që gjatë luftës së Kosovës pavarësisht se në Kosovë lufta mbaroi duke e përzënë armikun nga obori dhe kryeministri realisht UÇK doli nga dhjentare e shtyroi Kosovën, nuk u votua krahu i luftës. Dhe në Maqedoni ndodhi ajo që realisht duhet ndodh, që pavarësisht se ne mbetëm dhe kryeministër ose zot shtëpie u detyruam ta pranojmë atë që e luftuam ose armikun, thot, populli në mënyrë plebiscitare brenda 15 vjetëve po jep votë legjitimitet krahut të luftës vetëm për këtë arsye, sepse ka pushë. E si e ktheu ky krah në mënyrë më të fllihur, më të ulët dhe duke demoralizuar. Ne kemi demoralizim të jashtëzakonshëm, të skajshëm politik. Prandaj vetëm një homogenizim i forcave të reja, vërtet të reformuara, jo të reformuara në thojza, ku individ që unë përmenda dhe individ tjerë politik të marrin të drejtën dhe vetë të dalën të deklarojnë që edhe po të ketë dëshirë që të merrem, nuk do merrem në politikë, por do të ndihmojmë me atë provojë tonën që kemi pasur. Thot politike për të ndihmuar këtë krah që një herë për gjithmonë thot ne të dalim nga kjo situatë, nga ky qersokak, për shkak se nuk e meritojmë absolutisht. Ne kemi sot dy shtete shqiptare, Kosovën dhe Shqipërinë. Dhe është vërtet e dhimbshme dhe e turpshme që përfaqësuesit tonë politik sot sillen si gruaja me kuror, BDI-ja që sillen te Gruevskit, dhe tjetra se një dashnore, e cila po pret që ndahet nga kurora gruaja, që nuk ndahet edhe se ka kuptuar që ka një dashnore. Po, dhe në këtë mënyrë zoti Gruevski, që absolutisht kam thënë disa herë që unë nuk e njoh absolutisht si kryeministër, por si një përfaqësues i një subjekti politik maqedon, thot luan me njërën dhe me tjetrën, si me gruan legjitime që për momentin e ka BDI-n, dikur e kish pëdëshën, dhe dashnorën që pret të dera, që sa ta nxjerr nga shtëpia gruan, ta marrë dashnore. Thot, besoj që definitivisht shqiptarët nuk e meritojnë këtë. Nuk e meritojnë. Mirë, zoti Hoda, do të bëjmë një pauzë shkurtër marketingu, por të kthyer dhe të vazhduar me pjesën tjetër të bisedës që do ta zhvillojmë. Ajo ka të bëjë me situatën që aktualisht mbretëron në vendin tonë. Lus regjim për marketing.
Rikthehemi në studio të nderuar miq dhe vazhdojmë emisionin Zonë e Debatit. Jemi drejt për së drejti nga studiot e TV Globit, mysafir Besim Hoda. Besim, metëm në atë pjesën se si e shihni ju situatën aktuale politike këtu në Republikën e Maqedonisë. Thjesht thënë, Maqedonia është duke e shtur, dal nga kriza ose është duke u thelluar në krizë? Pas ndodhive që jemi marrëveshje Përzhinos kjo. Shifni, ne e dim që Maqedonia për të ekzistuar vetë nuk e ka mundësinë absolutisht asnjëherë. Maqedonia është një shtet i krijuar dhe si në formë tillë dhe lufta e Diminjishit kur është ndalur, unë nuk e përfundova, para se ka qenë një tendencë e fuqishme nga Shqipëria dhe Kosova që të ndalemi aty. Edhe ndaj nesh që ishim të revoltuar ndaj mënyrës së veprimit. Për shkak se tentohet që Maqedonia të jetë një stabilitet, një shtet që do të japë në të ardhmen një stabilitet do të reflektojë stabilitet mes kombeve të Ballkanit. Duke u nisur që Maqedonia është një shtet i përbërë nga 4 kombe reale, të krijuara dhe tendenca e një harmonizimi të formës tillë do të mbajë do të ketë një formë ullje tensionesh, duke u bërë ju dini që në atë kohë Maqedonia me marrëveshjen e orit fitoi beneficione të jashtëzakonshme, duke rendit e para në pozicionin për hyrje në NATO dhe në Union. Më njëherë në shkruajti pastaj ato marrëveshje. Dhe pikërisht politikat e gabuara të vazhdueshme nga individ caktuar të papërgjeshëm, qofshin shqiptar, qofshin maqedonës, edhe pse ju dëgjoni shumë shpesh që partitë politike shqiptare thonë nuk është faji ynë, kur ti bashkëjeton me të keqen, gjithmonë nga dhënien e keqe. E thash, këta kanë bashkëtuar me të keqen në formën e asaj që kanë përfituar dhe këta. Ju dini që brenda një kohë shkurt ne kemi milionerë nga njerëz të cilët i kemi ndëgjuar edhe në për bombat e ashtu quajtura që u dolën nga Zevi, se sa ka pasur keq përdorime. Shumë shpesh dëgjoj thot me fjalën e bombave, unë jam deklaruar dhe kam pas një shkrim thot për këta deklarimet e Zaevit dhe kam thënë në studion tuaj atëherë në momentin kur pati një takim mes Zaevit dhe Gruevskit për çështjen e këtij mega skandalli, në moment që nuk u thirr Ali Ahmeti, thotë unë besoj që ka qenë ndoshta momenti i fundit që Ali Ahmeti ta ketë shansin të mbrojë interesat e shqiptarëve në Maqedoni. Dhe nga ai moment kur ai nuk dha dorëheqje, besoj që nuk ka shpresë, unë personalisht ju e dini që disa herë nëpër media kanë bërë apel drejt për drejt drejtuar zotit Ali Ahmeti, dhe sot apeli im personal ndaj Ali Ahmetit do të ishte që sa më shpejt të ndërgjegjësohet dhe të kërkoj largimin e funksionarëve të përjetshëm që ka brenda subjektit politik, pse jo edhe vetë Ali Ahmetit, dhe të mbështesin një grup të djemve të ri që mund të jenë brenda BDI-s ose jashtë BDI-s, për të krijuar një subjekt politik i cili nuk jo detyrimisht që të fitoj, po thjesht të mundohet të ruhet sadopak. Thot autoriteti i atij si përfaqësues i luftës, sepse për të përfaqësuar shqiptarët, besoj që Ali Ahmeti e ka harxhuar kohën për një gjë të tillë. Ndërsa sa i përket stabilitetit politik të Maqedonisë, ju e shihni edhe nga deklarimet e fundit të faktorit ndërkombëtar, ku ka arritur thot gjendja që po kërcënohet edhe faktori ndërkombëtar. Ne e dim shumë mirë se cili është kapaciteti real i Maqedonisë ose i kujdo forme të shërbimit të Maqedonisë për të kërcënuar ndonjë nga përfaqësuesit ndërkombëtar. Mirëpo, e keni parë rastet e fundit, rastin e Kumanovës, rastet tjera, rastin Mostra, mos harrojmë absolutisht rastin Radushës, rastin e Brodecit, rastin tjetër të Sopotit, dhe në qoftë se ndjekim këtë situatë, se si kanë rrjedhur këta ngjarje, gjithmonë kanë ndjedhur ku ka pas qeveri, ndryshim qeverie. Dhe kjo ka qenë një tendencë matjes pulsit të subjekteve politike shqiptare, se sa ata vërtet janë gjendje të mbrojnë interesin e kombit apo të mbrojnë karikën. Fatkeqësisht të gjithmonë kanë zgjedhur mbrojtjen e karikën. Kemi deklarim, e shihni ju që ne kemi nga Debreshi, unë njoh profesorin ministrin, profesorin e nderuar, mirë po të jesh ministër, të deklarosh që rasti Brodecit ose falni rasti Sopotit, po të deklarosh që rasti Mostra, të deklarosh që edhe rasti Kumanovës ka dyshime dhe mos bësh asgjë, besoj që është shumë e dhimbshme.
Tani, sipas marrëveshjes që kanë nënshkruar të 4 partitë politike, në fund të prillit, do të thënë javën e fundit të prillit, na presin zgjedhje parlamentare, të cilat zgjedhje janë në dyshim se do të mbahen. Realisht ose formalisht ato do të mbahen më 24 prill, mirë po kemi një situatë ku opozita, në këtë rast opozita maqedonase, mirë po ka paralajmërime edhe nga partitë jashtë parlamentare shqiptare, partitë më të vogla, se nuk do të marrin pjesë në këto zgjedhje, arsye tani më të njohura, për arsye se dyshojnë në zgjedhje të lira dhe demokratike. A mendoni ju se mund të ketë zgjedhje të lira dhe demokratike që nuk do të kontestohen nesër nga asnjë subjekt politik, por edhe nga faktori ndërkombëtar, më 24 prill, dhe a mendoni se duhet të respektohet vetëm një pikë e marrëveshjes së Përzhinës, vetëm mbajtja e zgjedhjeve më atë datë të caktuar, kurse të gjitha pikat tjera deri më tani nuk janë përmbajtur termineve të cilët vetë i kanë caktuar. Unë besoj se ka pas një gabim strategjik nga faktori ndërkombëtar, që gjithmonë mbes në mendimin që informacionet për bombat ashtu quajtura janë dhënë Zaevit në formë të prerë për të deklaruar, ka qenë një gabim strategjik sepse nuk është zgjedhur një subjekt politik ose një strukturë, ndoshta e re politike shqiptare, sepse ka pasur në terren tilla, që t'i nxjerrë edhe bombat që u takon pjesës shqiptare. Besoj që loja, taktizimi që bëri SDSM-ja realisht, të Lidhja Social-Demokrate, që bëri me bombat, tregoi jo sinqeritetin e saj ndaj qasjes edhe ndaj asaj që deklaronte që do një Maqedoni të përbashkët për gjithë qytetarët aty, sepse në pikat më neuralgjike, aty ku vërtet theheshin shtizat e këtij shteti, që ishte rasti Mostra, ata e heshtën, luajtën me ndjenjat e shqiptarëve, luajtën me ndjenjat e gjithë njerëzve të sinqert, qoftë edhe maqedonë, luajtën edhe me ndjenjat e viktimave, familjarëve të viktimave të rastit Sopotit dhe nuk e nxorën. Të gjithë këtë pjesë ata e shfrytzuan si një lojë politike për të përfituar pushtet. Dhe ranë si prej e këtij kurthi të tentuar të ngrisin me marrëveshjen e Përzhinës. Po. Sigurisht që një pjesë të fajit në këtë drejtim e kanë subjektet politike shqiptare, të cilët e thash përpara po luajnë atë rolin e gruas dhe dashnores përpara Gruevskit. Dhe sigurisht kjo situatë nuk është nuhatur mirë as nga ndërkombëtarët dhe as nga SDSM-ja atëherë. Tani, tendenca e asaj se a do të mbahen në zgjedhje, edhe çan nxorën bombat. Unë i dëgjoj disa shokë dhe disa miq që kemi, që thonë ai dëgjua çfarë thon bombat. Unë po t'isha i sigurt se kaç janë të këqijat që kanë bërë përfaqësuesit politik shqiptar, sigurisht do të kisha votuar nesër. Unë jam i bindur që kjo është vetëm maja e icebergut. Ata janë zhitur absolutisht në krim dhe ata kanë shitur, janë thellësisht të hipotekuar dhe jo rastisht sillen në këtë mënyrë para Gruevskit. Ju e shihni që edhe gjatë takimit Përzhinës që është bërë, edhe takimet që u mbajt në Bruksel, thotë gjithmonë të dy subjektet politike shqiptare rinë shumë afër Gruevskit. Absolutisht kjo nuk arsyeton që Zaevi është më i miri se Gruevski. Unë kam deklaruar, ka pas një shkrim atëherë, që kjo është vetëm një erë kundërmuese që po do të na thehet nuhatjen nga moçali që jemi dhe është pjesë e një moçali tjetër. Të vetëm që ndron erën e pislëkut realisht brenda Maqedonisë dhe absolutisht jo dhe ndryshim tjetër që mund ndodh. Mirë po, loja që po bën SDSM-ja besoj që humb vetëm terren për shkak se është një lojë jo e sinqertë dhe një lojë jo e vendosur. Ju e shihni që deklaron që nuk do të marrë pjesë në zgjedhje, në anën tjetër vazhdon të jenë ministrat brenda. Po që nuk ka një siguri të veprimit, nuk ka një pjekuri reale politike, mbi gjithash kjo i kushtoi për shkak se nuk u treguai sinqert ndaj shqiptarëve, ndaj pritshmërisë shqiptare dhe ndaj deklarimit të saj që ajo i pranon gabimet e kaluara që i ka bërë dhe tani do të sillet ndryshe. Zoti Hoda, a ka qenë momenti që shqiptarët nga gjithë kjo situatë të përfitojnë më shumë në avansimin e të drejtave të shqiptarëve? Absolutisht po. Absolutisht po, mirë po, ju thash, pikrisht mendoj që hipotekimi, prandaj dishojnë në hipotekat jashtëzakonshme që kanë subjektet politike shqiptare, veçanërisht Bashkimi Demokratik për Integrim. Për shkak se situatë më të mirë dhe më të volitshme politike
se sa që ka BDI-a tani me 20 deputet, në këte momente të përplasjeve politike që pëndodhë. Dhe në situatën aktuale politike që gjendet. Jo vetëm marrëveshje për Zhinës. Thot, ne, si shqiptar, nuk kemi qenë asnjëherë deri sot në histori të pluralizmit politik, po as edhe të komunizmit realisht, më të diskriminuar dhe më të papërfaqësuar politikisht sa jemi tani. Pse e them këtë? Për shkak se ju e dini që mbas një lufte të tillë, mbas një kapitali të jashtëzakonshëm, që asnjë subjekt politik nuk e ka pas, atje ka pas BDI-a. E ka pas PPD-ja në fillim, si një subjekt gjithë shqiptar. Po, ka pas mbështetje të gjithë shqiptarëve. Dhe të kesh kapitalin 100 vjeçar të shqiptarëve. Dhe ta lësh atë në këtë mënyrë. Ju e dini që marrëveshja e Orit vdiqën nga 2004. Po mundohen tani përsëri ta ringjallin nëpërmjet Po veçanërisht me daljen e opozitës maqedones, edhe nga parlamenti që ndodhi para një viti, thot ne askund nuk përmendej më para faktorit ndërkombëtar që Maqedonia ka edhe probleme ndërretnike. Gjithmonë ndërmjetësuesit kanë ardhur për pajtuar pozitën dhe opozitën. Thuaj se ne nuk ekzistojmë fare. Dhe partitë tona politike kanë qenë out gjithmonë. Edhe në marrëveshjen e Prishtinës, ju e dini që absolutisht ne nuk kemi se si luftojmë ose mbështesim marrëveshjen e Prishtinës, kur ajo nuk ka as edhe një pikë nuk është futur në të për realizimin e drejtave të shqiptarëve ose barazimin e shqiptarëve. Absolutisht nuk them të realizimin e drejtave për shkak se unë besoj që politika e shqiptarëve, qasja e politikë bërjes e shqiptarëve në Maqedoni duhet ndryshojë. Duke thënë që gjithçka që është e jone dhe ne e marrim. Dhe s'kemi nevojë që të kërkojmë nga dikush tjetër. Dhe pikrisht në këtë drejtim, po ja që jemi duke e marrë, zoti Joda. Ju thash, është puna e asaj pjesës fundit të icebergut. Ju dini që ju thash që icebergu vetëm 30% e asaj shifet, në 70% nuk shifet. Dhe realisht sa po punojmë dhe sa janë të gatshme partitë e vogla politike. Jo rastisht tash para që urroj dhe u kam thënë edhe ku kam biseduar me ta, që jemi në gjendje jo vetëm të bashkohemi me ta, po jemi në gjendje të dalim që nesër në shesh Tetovës, dhe unë gjithmonë ju e dini që gjatë gjithë veprimit që kanë bërë nes JVL, asnjëherë nuk jemi drejtuar Gruevskit. Gjithmonë jemi drejtuar, edhe pse dikush na ka zënë për të madhe, Ali Ahmetit ose kujdo qoftë që ka qenë në pozicion politik për të mbrojtur interesat e shqiptarëve, për shkak se neve si shqiptar nuk na ka asnjë borxh Gruevski. Dhe unë besoj që vërtet janë vetëm shitje të patriotizmit të gjithë ata intelektual, të gjitha shoqata, të gjitha parti politike që shigjetën për fajin e situatës shqiptare në Maqedoni drejtojnë drejt Gruevskit apo Zaevit apo kujdo tjetër. Ne thot kemi përfaqësues legjitim politik dhe besoj që do të ka kaluar kohë, po ne jemi në gjendje që nesër, ose bashkohen strukturat e reja politike, të vehemi me çadra dhe drejt për drejt të sulmojmë edhe shtabet e partive politike, të cilët për 15 vjet, po jo pse mos themi edhe për 26 vjet, po ngulfatin të ardhmen e fëmijëve tanë, e familjeve tona dhe popullit shqiptar në përgjithësi. Po hanë gjersën dhe gjakun që ky popull i mrekullueshëm u ka dhënë në dorë tyre dhe definitivisht ai kanë kuptuar diçka, që ne si shqiptar nuk jemi në gjendje të bëjmë një revolucion politik. Se kemi bërë asnjëherë. Që po kthehemi pak në retrospektiv, ish PPD-ja struktura e parë politike, doli një strukturë politike e re e PPD-sh atëherë, e cila me forcë, që si dalin rezultatet tani edhe e mbështetur nga shërbimet, thot e përmbysi dhe Mendu Thaçi dhe PDSH-ja mos që qenë lufta e 2001-shit dhe ishin sot mbretër të shqiptarëve. Lufta e 2001-shit çfarë bëri? Në vend që ajo të rregulloj statusin e shqiptarëve siç proklamonte, thot transformimi politik i përfaqësuesit politik të luftës vetëm e zavencuan politikën e PDSH-s, pa zavencuan zotin Thaçi dhe në mënyrë ende më të turshme, për shkak se kapitali është shumë më i madh se asaj strukture, sot po bëjnë politik jo për popullin, po me popullin, duke e nënshmuar dhe nënshtruar në mënyrë më të turshme, më dhimbshme real. Kjo nuk kupton që do duhet të bëhet një revolucion i asaj natyre për përmbysje të... Unë besoj që nëse ne si shqiptar nuk tregojmë ngadishmëri përpara zotit Ali Ahmeti, përpara zotit Mendu Thaçi, përpara gjithë kësaj klike të fliqur, e them, të përfaqësuesve, të ministrave të përjetshëm, të cilat hashiqare, e them me gjuhën e popullit, haptazin në sytë tonë, po tallen me fatin e fëmijëve tanë,
dhe nëse ne nuk i shtrëngojmë dhëmbët dhe nuk shkojmë para dyerve të tyre, tu themi që boll ma deri këtu, unë nuk besoj që ndonjë strukturë re politike do të bëjë ndonjë ndryshim. Konkret për shkak se as koha nuk premton, janë 3 muaj, po as bashkimi tani i kriminalëve që ka mbas vetë zoti Ali Ahmeti, edhe zoti Mendu Thaçi që të bashkohen, të bëjnë një bashki kriminali, po? Duke u bashkangjitur edhe listat e papastruara dhe manipulimet. Pikërisht, duke ditur që edhe dashnori apo buri legjitim është i fuqishëm në krahun tjetër, thotë nuk jep shpresa që partitë e vogla të ndara mund të bëjnë diçka. Prandaj nëse ne nuk bëjmë një revolucion në Tetov, atje ku kanë peshën e sundimit politik, partitë tona politike, nuk kam shpresë se mund të bëhet. Prandaj kjo është një nga arsyet që nuk besoj që do kyçem politikisht brenda kësaj kohe, po absolutisht nuk e përjashtoj që më njëherë pas zgjedhjeve që ne të angazhohemi me një strukturë të re politike, me djem të ri, të cilët brenda kësaj kohe kanë dëshmuar që kanë gatishmëri për të sakrifikuar pas një interes. Në situatën që aktualisht jemi, a mendoni se mund të ketë zgjedhje fair dhe demokratike? Duke i marrë parasysh, domethënë edhe afatet kohore. Unë mendoj që këta do të jenë zgjedhjet më pak demokratike të mundshme. Për shkak se të 4 strukturat politike që garojnë në këta zgjedhje, të cilët kanë pushtet absolut në këtë drejtim, të cilët fatkeqësisht po legjitimohen edhe nga faktori ndërkombëtar me marrëveshjen e Prishtinës. Unë besoj që nga kriminaliteti politik që pësuan këta subjekte politike, besoj që do ishe udhër që në marrëveshjen, ta quajmë edhe Prishtinës apo tjetër, të ishin të kyçura dhe intelektual, shoqata jo qeveritare. Si arsjetoni, zoti Hoda, ju deklarimet e fundit të përfaqësuesit të Bashkimit Evropian që vinë viziton Republikën e Maqedonisë, domethënë komisarit Han, për arsye se në një farë forme, në rast se mund ta konsiderojmë kështu vlerë evropiane të legjitimojsh njerëzit të cilët nëpër ato bisedat të publikuara duken se kush janë dhe se si e kanë kap shtetin. Si mendoni ju këtë mbështetje ose çfarë përgjigje keni për këtë mbështetje që ato u japin politikanëve të cilët udhëheqin me vendin aktualisht dhe të cilët ne i ndëgjuam se si në çfarë forme udhëheqin? A është kjo vlerë evropiane? Unë personalisht nuk e njoh zotin Han, unë po ju them brenda këtij veprimit që kemi pasur deri tani, unë kam pasur mundësinë që të takoj disa ambasador, duke filluar nga ambasadori i Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe shumë ambasador të tjerë, kemi pasur takime të rregullta, ndoshta të vazhdueshme më herët, dhe gjithmonë thotë në bisedat e sipër thotë na është thënë që mos pritni se situatën këtu do ta rregullojmë ne. Nuk jemi as të paguar dhe nuk kemi ardhur këtu as për shqiptarët as për maqedonës. Ne kemi ardhur këtu për të mbajtur një paqe. Sepse ne jemi thellësisht interesuar që këtu të mbisudnoj paqe. Ndërsa realizohet paqja mbi kurrizin tuaj apo të palës maqedone, kjo varet nga ju. Dhe fatkeqësisht ndos që paqja në Maqedoni realizohet mbi kurrizin e shqiptarëve me fajin e tolerancës së përfaqësuesve politikë shqiptarëve, të cilët tolerancë gjithmonë e bëjnë, ju thash, në këmbim të shitjes së interesave kombëtare. Edhe me përfaqësuesin Han, absolutisht unë nuk besoj që as komisari Han dhe as kush nga faktori politik ndërkombëtar, kur vin këtu, thotë mbështet ndonjë nga këta struktura politike, por thjesht mbështet ata që ne kemi votuar. Dhe nuk ka legitimim tjetër. Ne kemi pas shansin që ta themi të kundërtën. Dhe gjykimi ndërkombëtarëve është i tillë. Nëse ne sot kemi një ministër, kushdo qoftë ai, ose kemi një zëvendës kryeministër, si Musa Xhaferi, ose kemi një ministër si Abdulaqim Ademi, i cili realisht e dini, e keni parë gjatë gjithë kësaj kohe se çfarë ka bërë realisht për shqiptarët, ai mendon që ky është njeriu më i mençur i shqiptarëve të Maqedonisë, sepse ne kemi zgjedhur, ai ka shumë me votën tonë, nuk ka rënë nga qielli. Dhe kjo është logjika, ata nuk mund të kuptojnë ndërkombëtarët, dhe pse e dinë se ata duhet vinë të jenë shpëtimtarët tanë. Do ishte pa logjikshme demokracia. Kishte disa paralajmërime dhe disa shkrime nëpër disa portale se në Maqedoni gjatë zhvillimit të procesit të zgjedhjeve të instalohet policia e Bashkimit Evropian, gjithsesi EULEX, që se ka emrin, dhe të ndihmoj në këtë rast. Është e mundur?
nuk besoj absolutisht, për shkak se u them nga provoja ime me takimet që kemi pasur me faktorin ndërkombëtar, Maqedonia nuk është si Kosova, nuk është protektorat. Pikërisht, Maqedonia është shtet i pavarur dhe do ishte një cënim në aspektin juridik është e pamundur. Pikërisht, do ishte një cënim i integritetit shtetëror të Maqedonisë, pavarësisht se shumë shpesh subjektet tona politike thirrën në atë se ne kemi presione nga faktori ndërkombëtar, absolutisht nuk është e vërtetë. Në gjithë takimet që absolutisht. Pikërisht ndodhte kundërta bile, janë ankesa nga faktori ndërkombëtar që sa herë që përfaqësuesit tuaj politik ndjehen keq vinë të ne kërkojnë. Kërkojnë mbështetje dhe ne u kemi thënë disa herë që nuk kemi ne ata që jemi të paguar ose të votuar nga shqiptarët për të zgjidhur këta probleme. Janë ju ata që do t'i bëni këta. Dhe hasim në vesh urdhër pastaj. Domethënë, të gjithë kjo është një lojë për të mbuluar hipotekat personale dhe grupore të subjekteve politike shqiptare që kanë bërë kompromise në dëm dhe në kurisë të popullit. Zoti Hoda, dhe për fund tani, ku e shihni Maqedoninë në të ardhmen? Ku i shihni shqiptarët gjithësisht në të ardhmen, shqiptarët e Maqedonisë bashkë me Maqedoninë në të ardhmen? Mjafton për të parë se çfarë politike po instalohet në Maqedoni, mjafton të shkoni dhe të soditni Shkupin 2014, apo po bëhet 2016 tani, se ende po ndërtohet. Thonë nëse vërreni me kujdes, aty e merrni mesazhin realisht se çfarë po kërkon dhe çfarë ka bërë Nikola Gruevski, që unë besoj që është vetëm një misionar, një njeri i guximshëm, që nuk di realisht se çfarë bën, që mbrapa ka një strukturë akademike të qartjeve që ndoshta edhe të kalojnë Maqedoninë, për përgatitur ndarjen e Maqedonisë në favor gjithmonë të maqedonësve. Mjafton do të them një sekuencë. Nëse se di se televizioni juaj ka vërejtur, thonë nëse shihni 4 luanat në urën përballë qeverisë. Janë 2 luana në pjesën e kthyer nga pala maqedone që janë krenar, që pra qesën krenarin, me gjoks ngritur dhe bisht ulur, dhe janë pastaj 2 luana tjerë këndej të veshur me hekura, të armatosur dhe të ndërsyer nga pjesa që janë shqiptarët. Thotë kjo është një simbolikë e ndërtuar për shqiptarët për të treguar se kush është qëllimi i kësaj politikë bërje. Nuk i marrin fare statuja të tjera që janë brenda. Ja, edhe shqiptarët u përgjigjen me atje sollën Isa Boletini në Saraj sot, për shembull. Unë them, shifni deri ku ka arritur, pikërisht mirë që e kujtuat dhe këte. Po jo, tani arritëm të statuja. Shifni deri ku ka arritur, deri ku kemi arritur, thot ne. Unë sot kam dhënë një deklarat telefonike, thot për zhurnal, gazetën, që fatkeqësisht vjen keq që një pjesë jo rastisht e urova median tuaj që sa do pak mba një stabilitet, edhe pse është në nivel lokal, regionale. Ku ka arritur, saqë unë jap një deklarat këtë tjetër dhe titulli është një akt historik, sjellja e Isa Boletinit. Këtë kise ju e keni deklaruar? Jo, vetëm titulli është shumë, ndërsa poshtë demantohet titulli. Po duke nisur nga ajo që shqiptarët në përgjithësi të demoralizuar nga kjo situatë, lexojnë vetëm titujt. Thotë titulli është basic, nuk lexohet pjesa tjetër. Si do të jetë, domethënë ato sot e vendosën Isa Boletinin në Saraj. Unë kam deklaruar një herë edhe për Skënderbeun, po deklaroj tani për Isa Boletinin. Sigurisht që vërtet do të ishte madhështore, nëse Isa Boletini do të ishte dhe ka vendin e merituar të jetë para gjithë përmendorëve të tjera në Shkup. Po, në kryeqendër shqiptare. Realisht ai ka qenë në vitin 1912 dhe ka shëruar Shkupin si komandant i forcave shqiptare. Po, pikërisht. Mirë po, të dali sot mbas një lufte ku ende plagët i rrjedhin gjak. Të dali sot të mburrësh se ke sjellur Skënderbeun. Të dalish në prag zgjedhjeve dhe të mburrësh se ke sjellur Isa Boletin. Apo të tallesh me përmendoren e Adem Jasharit, që është bërë në Radush, që është vërtet për të ardhur keq. Duke menduar që ke bërë diçka. Mos mund ta përmendish Xhem Gostivarin? Jo, nuk do hyrë, do më lejoni vetëm. Thotë, është mirë që mos përmendet dhe të harrosh sakrificën e tanishme dhe të mundohesh që përveç që ke shkelur sakrificën e tanishme, duke e hipotekuar për interesa personale, të marrish guximin dhe sot të hipotekosh ose të tentosh të hipotekosh edhe figura madhore kombëtare si Skënderbeu, si Isa Boletini, për çështje të vogla politike. Në një fushat zgjedhore, kjo vërtet është tejskashmërisht e turpshme. Dhe këtë mund ta bëjmë vetëm njerëzit të cilët nuk kanë
cip, as pals ndërgjegje nga punat që bëjmë. Seriozisht, them, kjo te i kalon edhe suazat e tradhtisë kombëtare. Kjo tregon një naivitet të skajshëm ose të sëmur mentale për të qenë në publik. Dhe urroj dhe nuk ja këshilloj veten asnjëherë të jenë në lëkurën e këtyre njerëzve. Mirë, zoti Hoda, unë këtu për fund do t'ju falenderoj që ndatë kohën që t'jeni bashkë me emisionin Zonë e Debatit, duke qenë të hapur ndaj jush gjithmonë dhe t'ju presim që sërish të na vizitoni. Faleminderit se juve për ftesën. Më lejoni që në fund unë gjithmonë jam drejtuar, edhe pse disa ma kanë zënë për të marrë zoti Ali Ahmeti, dhe veçanërisht deri vitin 2011, sepse kam menduar që do të reflektoj dhe të gërvish në ndërgjegjen e tij. Thotë se pse realisht erdhin në Maqedoni, si e pritën shqiptarët e Maqedonisë, si shqiptarët e Maqedonisë ja dhanë djemtë më të mirë të kombit për t'i udhëhequr, si erdhën edhe pjesëtar vullnetar nga Kosova dhe nga Shqipëria, mirë pa ai nuk e ka bërë, dhe fatkeqësisht shkon prekën edhe më thellë te Isa Boletini dhe Skanderbeu. Unë uroj që fjala ime sot të shkojnë në subjektet e reja politike. Dhe këta dim që guxuan t'i thonë stop, edhe pse e shijuan ndoshta hidhërimin ose e ndjen veten të prekur nga mashtrimet politike që i psuan në strukturat e veta politike që ishin, dhe uroj që edhe LRPDSH-s, po edhe Lëvizjes Besa, edhe RDK-s, që definitivisht të bëjnë reforma radikale brenda vetes, se nuk është e turshme kjo, përkundrazi, dhe absolutisht të mos nxitohen edhe për të hyrë në këtë zgjedhje nëse nuk janë të gatshëm, po thjesht të mobilizojnë forcat, dhe unë nga këtu deklaron publikisht, mua personalisht dhe gjithë shokët e mi, që besoni që them nuk isha ndruar me asgjë, për shkak se kanë qenë në vijë brenda këtyre 15 vjetëve, duke bartur edhe torturat, edhe ofendimet, edhe gjithçka tjetër, dhe kemi mbajt me mjetët tona zyrën e OVL-s, jo dini që në të ofendes sot kësaj dite është ambleme e UÇK-s. Kanë sulmuar në për shumë bizniset tona që e kemi financuar personalisht për ta ndalur finansimin, kanë ndodhur që edhe na kanë mbyllur zyrat, por ne prapë kemi hapur, dhe gjithmonë kemi bërë me parat tona, që ta nderojnë edhe xhakun e derut të vitit 2001, sepse do ta kenë në shërbim. Besoj që edhe nga familjet e dëshmorëve, edhe ata gjymtyrë të invalidëve të luftës, po do ta kenë mbështetjen e gjithë ushtarëve të UÇK-s, dhe unë jam i bindur që vetëm mbështetja e fuqishme e ushtarëve të UÇK-s, njerëzve të cilët pa asnjë interes u vënë në gatishmëri ta japin jetën për të mirën e shqiptarëve, do t'i ndërgjegjësoj ata, pavarësisht se janë nëpër struktura politike sot, të rikthehen dhe t'i bashkohen grupacionit të ri politik për t'i nderuar shokët e vet të rëndësishmor, jo duke u vënë një kuror lulesh, po thjesht duke realizuar amenetin e tyre për realizimin e statusit të shqiptarëve në Maqedoni. Uroj që ky mesazh juaj të arrijë atje ku ju e dedikoni, dhe gjithnjë duke ju falendëruar edhe një herë për fund që ishi pjesë e emisionit Zonë e Debatit. Unë besoj që ne sërish do të takohemi, ju do të na vizitoni gjithsesi, ne do të mundohemi të jemi këto që jemi, dhe kështu do të vazhdojmë atë bashkëpunimin që e kemi pasur, dhe do të ta vazhdojmë edhe në të ardhmen që ta kemi. Falenderoj juve edhe një herë për ftesën, dhe përshëndetje për gjithë teleshikuesit e televizionit tuaj, dhe gjithë shqiptarët e Kosovës. Ashtu, faleminderit edhe një herë, dhe juve miq të nderuar, ju falenderoj që ndatë kohën që të jeni bashkë me emisionin Zonë e Debatit për këtë javë, duke ju ftuar që të ndiqni reprizën e këtij emisioni që është nesër me fillim në ora 16. Dhe njëkohësisht duke ju ftuar që të vazhdoni të na ndiqni, të ndiqni emisionin Zonë e Debatit edhe javën e ardhshme, që është pranë të njëjtën kohë të premten gjithsesi, dhe njëkohësisht duke ju ftuar që të vazhdoni të ndiqni TV Globin. Faleminderit, natën e mirë.